Partia opozitare e Maqedonisë LSDM i ka reaguar kryeministit e Kristian Mickoski, i cili tha se çmimet edhe inflacioni janë ulur. Sipas LSDM-s, Mickoski jeton jashtë realitetit, pasi ata potencojnë se ekonomia po fundoset, ndërsa qytetarët mezi po ja dalin ban. Ndërsa Mickoski flet për sukses ekonomike, qytetarët përballen me rritje të vazhdueshme të çmimeve të produkteve bazë, rritja e pagave ka stagnuar dhe standardi i jetesës po bie. Ky është realiteti në vend. Rritja e çmimeve nga njëra anë dhe stagnimi i pagave nga ana tjetër e vështirësojnë jetën e qytetarëve, të cilët detyrohen të heqin dorë nga nevojat bazë për të mbijetuar muajin. Nga opozitarja theksojnë se sipas projeksioneve të Bankës Botërore, Maqedonia e Veriut do të jetë në fund të rajonit për nga rritja ekonomike, me një rritje të parashikuar të PPB-s prej vetëm 2.7% këtë vit. Në vend që të merret me matematika të gëzueshme, që nuk pasqyron gjendjen e vërtet, nga partia e Filipçës deklarojnë se kryeministi duhet të përqendrohet në zgjidhjen e problemeve ekonomike që i mundojnë qytetarët. Ata shtojnë se politikat e deritanishme të Mickoskit nuk kanë sjellë përmirësim të standardit të jetesës, përkundërzi, siç theksojnë ata, pasiguria ekonomike dhe padrejtësia sociale janë shtuar.